Ish-zëvendës komandanti i forcave detare Artur Meçollari ka ngritur pikpyetje mbi kapacitetin e përpunimit të kontejnerëve në portin e ri që qeveria planifikon të ndërtojë në Porto Romano. Në një reagim publik, ai thekson se sipas të dhënave të projektit dhe standardeve ndërkombëtare të operimit të porteve, kapaciteti i deklaruar prej 2 milion TEU në vit duket i paarritshëm me infrastrukturën e parashikuar. Sipas Meçollarit, projekti parashikon një kalat rreth 400 metra të gjatë për terminalin e kontejnerëve, ndërsa rendimenti mesatar global për përpunimin e kontejnerëve është rreth 80-120.000 TEU në vit për çdo 100 metra kalat. Ai argumenton se në këto kushte, porti i Porto Romanos mund të arrijë maksimalisht rreth 500.000 TEU në vit, shumë më pak se shifra e prezantuar nga qeveria. Ai sjell edhe një krahasim me portin e Gioia Tauro në Itali, një nga terminalet më të mëdha të kontejnerëve në MSD, i cili me rreth 5100 metra kalat përpunon rreth 4.5 milion TEU në vit. Sipas tij, për të arritur një kapacitet prej 2 milion TEU në vit, Porto Romano do të kishte nevojë për të paktën rreth 2000 metra kalat. Qeveria pretendon se po ndërton një superport në Porto Romano që do të përpunojë deri në 2 milion TEU. Sipas dhomës amerikane të tregtisë SBA Shqipëri, kalata e kontejnerëve do të jetë vetëm 400 metra dhe kjo shihet edhe nga projekti. Përpunimi i kontejnerëve në një port është në varësi të 3 faktorëve kryesor: gjatësia e kalatës, pra numri i anijeve dhe madhësia e tyre në përpunim, teknologjia e përdorur ose shpejtësia e kalimit të kontejnerit nga bordi i anijes në tokë dhe anasjelltas, si dhe hapësira magazinuese në tokë nëse është më e vogël se sasia e përpunuar. Sot në nivel global, mesatarja e përpunimit vjetor për 100 metër kalat është 80 deri në 120.000 TEU dhe maksimumi 150 deri në 180.000 në vit. Pra me 400 metër kalat në Porto Romano nuk mund të përpunohen më shumë se 500.000 TEU në vit. Nga i doli qeverisë llogaria 2 milion TEU në vit, duhen të paktën 2000 metër kalat për përpunimin e TEU-ve që të arrihet përpunimi i 2 milion TEU në vit në Porto Romano. Le të bëjmë një krahasim me Gioia Tauro në Itali, ka një gjatësi kalate prej 5100 metra dhe përpunon rreth 4.5 milion TEU në vit. Pra rendimenti është me 90.000 TEU për 100 metër kalat në vit. Që qeveria të arrijë përpunimin e 2 milion TEU në vit me 400 metër kalat duhet të hyjë rekord global. Për çdo 100 metër kalat duhet të përpunojë 500.000 TEU në vit, 5 herë më të lartë se mesatarja e porteve kontejner në nivel global. Kurse portet e thata në Shkup dhe Prishtinë nuk kanë asnjë ndikim në rendimentin e përpunimit të TEU-ve në Porto Romano, por me kapacitetet akomoduese në tokë, shkruan Artur Meçollari, ish-zëvendës komandanti i forcave tona detare. Pas dështimeve me tenderat, pritet që të ndryshojë projekti i portit të ri në Porto Romano, ndërsa kryeministri Rama kombgul se porti ekzistues në qytetin e Durrësit duhet zhvendosur sepse nuk mund të jetë nyja e duhur strategjike për korridorin e 8. Por në konferencën me gazetarët të premten, Rama nuk pranoi se tenderi u anulua pas presionit amerikanëve apo të kancelarive të Bashkimit Evropian, nga ku kishin ardhur disa oferta serioze nga kompani me reputacion global, të cilat nuk dolën fituese në tenderin që po hetohet nga prokurorët e SPAK. Rama u përpoq të justifikohet për ngërçin që ka krijuar me portin e Durrësit si një pengesë e korridorit 8 që nis nga Italia, kalon në Shqipëri, shkon mëtej në Maqedoninë e Veriut për të bërritur deri në portet e Bullgarisë. Shkak të vonesave sipas Ramës janë ndërhyrjet nga jashtë, ndërsa ankesat e kompanive dhe hetimet e SPAP sugjerojnë se shkak ka qenë korrupsioni i brendshëm me tenderat.